shqiptar, a jena shqiptar! Mirë mbrëma, ju përshëndesim nga show Fol Shqip. A ki bo skleka para si morë tua ju? Ore, du ta bëjmë të emision që ta kuptojnë dhe lush njëre. Nga mosha 15 vjeçare kam ardhur i vetëm Gjermani. Me kamion, në kam, me gomone, me autobus, me tren, me aeroplan, me çfarë ke ardhur? I futur në bagazh. Para se të mbushet 18 vjeç, më erdhi letra që duhet të lëshoj Gjermani. Ndonjëherë më ka rënë raste që ata kishte mundësi që të flej edhe poshtë urës. Ka poshtë urës në Gjermani? Por ajo më ka bërë më të fortë, më ka bërë shumë të fortë që unë ja ku jam sot. Me jetu 200 vjet i varfër, pra 200 vjet i varfër, apo me jetu 20 vjet por miliarder? Qahi me lote oqeanit, sa më ka marrë malli vatanit. Është vështirë me kombinu studimet me angazhimin e muzikë. Krejt rrethit që ka e kum pas, gjithmonë janë kanë ofër me jetë. Është pak e vështirë, po çdo herë kur ki vullnet, po besoj që ja ka lënë tepër mirë. Kim gabu që jena ndana, se duhem halana, hata shia kështu se ka, mos më mujta s'me u pa. Jeta reale e kom vendos me shku sot, është duke punuar, ka një firmë që quhet Artek. Ku me pas dikush fobi prej lartësisë, siguron për shembull, po mas jam me këtë shokun. Ç'është? Si kalove? A vlove? A e të punua të dyta? Puna marrë pos? Fol Shqip, çdo të shtunë, duke filluar nga ora 20 në Radio Televizionin 21.